Të moshuarit shpesh thonë se dashuria është e verbër dhe të bën të humbasësh arsyen nëse ti shikon që po humbet partnerin tënd. Lidhja e Ardita Gashit me Iliasin ka qenë një lidhje në distancë prej 2 vitesh, pasi Ardita jetonte në Kosovë, ndërsa Iliasi kishte emigruar. Shoqët e Arditës shprehishin se ajo në biseda shpesh thoshte se ishte e dashuruar dhe shumë shpejt ato do ta shihnin të vishte fustanin e bardhë të nusërisë. Lidhja e çiftit ishte në distancë ndërsa takimet e tyre bëheshin kryesisht kur Iliasi kthehej në Kosovë. Miq të 43 vjeçarit u shprehen se ai erdhi në Kosovë për të festuar Bajramin me familjen, sepse e kishte si rregull prej vitesh që këtë fest donte të ishe pranë mamas së tij. Pas një debati që kishte patur në telefon me Arditën, kjo e fundit i kishte kërkuar falje dhe i kishte thënë që të takoheshin nga afër për t'u sqaruar. Por kjo ka rezultuar fatale për Iliasin, pasi Ardita kishte menduar deri në detaj eliminimin e tij. Burime pranë policisë janë shprehur se për të zbardhur ngjarjen është sekuestruar edhe telefoni i Arditës. Mes mesazheve të shkëmbyera të çiftit ka qenë edhe kjo: nëse ti nuk je i imi, nuk mund të jesh i asnjë femre tjetër në këtë botë. Fiksoje mirë këtë gjë që po të them. Me sa duket, ideja që nuk mund të ishim bashkë për gjithmonë ka bërë që Ardita të marrë vendimin fatal për të dashurin dhe për veten e saj. I shprehim ngushëllime familjeve për humbjen e njerëzve të tyre të dashur.